4 qershor. Çfarë bën Perëndin të ndihet krenar? Por tani dëshiroj një më të mirë, domethënë qiellor. Prandaj Perëndis nuk i vjen turp për ta të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. Hebrejve 11:16. Dëshiroj shumë që Perëndia të thotë për mua atë që tha për Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Nuk më vjen turp të quhem Perëndia yt. Pavarësisht se tingëllon shumë e rrezikshme, a nuk do të thotë kjo në fakt se Perëndia mund të jetë me të vërtet krenar të quhet Perëndia im? Fatmirësisht, kjo mundësi e mrekullueshme rrethohet te Hebrejve 11:16 nga arsyet, një para dhe një pas. Së pari shiko arsyen pas. Perëndis nuk i vjen turp për ta të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. Arsyeja e parë që ai jep se pse nuk i vjen turp të quhet Perëndia i tyre, është që ai ka bërë diçka për ta. Ai u bëri gati një qytet, qytetin qiellor, mjeshtër dhe ndërtuesi të cilit është Perëndia. Hebrejve 11:10. Pra, arsyeja e parë pse atij nuk i vjen turp të quhet Perëndia i tyre, është që ai ka punuar për ta, dhe jo e kundërta. Tani merr parasysh arsyen që ai jep në fillim. Atje thuhet kështu: por tani dëshiroj një më të mirë, domethënë qiellor. Prandaj Perëndis nuk i vjen turp për ta të quhet Perëndia i tyre. Fjala prandaj sinjalizon që sapo është dhënë një arsye për faktin pse Perëndis nuk i vjen turp të quhet Perëndia ynë. Arsyeja është dëshira e tyre. Ata dëshirojnë një vend më të mirë, domethënë një vend më të mirë se sa toksori në të cilin jetojnë. Domethënë një vend qiellor ku është Perëndia. Kur ne dëshirojmë këtë qytet qiellor, këtë vendbanim të Perëndis, më tepër nga se mund të na jap kjo botë, Perëndis nuk i vjen turp të quhet Perëndia ynë. Kur ne e vlerësojmë së tepër mbi gjithçka që ai premton të jetë për ne, ai ndihet krenar të jetë Perëndia ynë. Ky është lajmi i mirë. Prandaj, mbaj syt hapur për vendin më të mirë, për qytetin që Perëndia ka përgatitur për ne, dhe lëre veten ta dëshiroj me gjithë zemër. Perëndis nuk do t'i vi turp të quhet Perëndia yt.